Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, njëherësh kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, partia e cila i fitoi zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, ka nisur takimet me partitë politike të pakicave për të konsultuar rreth formimit të qeverisë së re të vendit. Kemi filluar me takime zyrtare me krerë të partive politike. Kryetaria e Partisë së Unionit Social-Demokrat Duda Balje, pas takimit që zhvilloi me kryeministrin Kurti, tha se janë në faza takimesh dhe kanë parashtruar disa kërkesa të komunitetit bosnjak. Sot na kemi pas takimin e parë dhe në fakt unë dola para kryeministrit kërkesat që na si bosnjak kemi. Nuk kemi marrë asnjë konfirmim edhe nuk kemi jap asnjë konfirmim, domethënë është takimin e parë. Tash për tash domethënë jemi në fazë e bisedimave kur gjë më konkrete. Ndërsa kryetari i Partisë Rome të Bashkuar të Kosovës, Albert Kinolli, tha se ky takim ishte konstruktiv dhe se do të japin kontributin e tyre për formimin e qeverisë së re. Kemi pas takim me kryeministrin Kurti, një takim mund të them konstruktiv për të qenë pjesë e qeverisë së ardhshme. Ne si subjekt politik rom, si Partia Rome e Bashkuar Kosovës, tradicionalisht jemi munduar që të jemi sa më konstruktiv dhe kreativ dhe të japim kontributin tonë për formimin e qeverisë së institucionit të Republikës Kosovës. Takim me Kurtin ka zhvilluar edhe kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane Veton Berisha. Ai tha se kjo parti nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik. Ne në parim nuk kemi asnjë vit kuqe me askën. Në këtë rast as me kryeministrin Kurti, po me askën në Kosovë. Do të jemi në kuvend sepse jemi pjesë e kuvendit, ndërsa për pjesën tjetër të një vendimi qeveritar, sigurisht që na e presim një moment tjetër kur ka menduar, kur jemi të gatshëm. Në parim jemi të gatshëm me bashkëpunu, po sigurisht që kemi pas kërkesat tona që janë legjitime dhe janë të nevojshme me njerë. Ky proces ka nisur pas certifikimit të rezultatit të votimeve dhe fillimit të afateve kushtetuese drejt formimit të legjislaturës dhe qeverisë së re, teksa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka caktuar 15 prillin si datë për mbajtjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës.